po kërkon myshterin në sheshin më të frekuentuar të Prishtinës. Mallin që ka përshitje është më i kërkuari në 3 ditët e fundit në Kosovë. Për këtë arsye nuk vonon shumë dhe gjen blerës potencial të biletave për ndeshjen e Kosovës dhe Haitit. Shumë shpejt i bën pazar 6 copë. E çmimin që paguan këta tifoz nga Magura e Lipjanit nuk ishte ai të cilin e kishte caktuar Federata e Futbollit. Erdhëm prej fshatit Magura këtu për me ble biletat e ndeshjes Kosovë-Haiti dhe me shpresën që bëjnë që është të çmime që janë dalë në televizor që janë publiku 3, 5, 7, 10. Tash unë detyrova me ble për anëtarët e familjes tam biletat e 5 euro ka 15 euro. E këto çmime janë edhe më të larta te stërshitësit tjerë ilegal. Pra pagullave ato lejshin dikon rreth 18-19 euro, e këto 7-25 euro, ato 10 që është te kamerat, ato e lypshin 40-45. Për këtë stërshitje janë të informuar edhe zyrtarët e federatës. Për kësë përdojrim, na nuk mënum me bukur se në jonja ka qenë është organizimi edhe shitja e biletave, do me thonë, na nuk mënum tash të mirëm me ata, me këta njerëz do të mirën që është ligji, jënë të vepru kundra ligjit. Sahiti shtoi se kanë evidencën e personave që kanë blerë mbi 10 bileta, por çështja e stërshitjes së biletave sipas tij u takon instancave tjera. Megjithatë, kjo evidencë nuk do t'i hyjë në punë askujt. Inspektoriati Komunal i Prishtinës, Policia e Kosovës dhe administrata tatimore i thanë Klan Kosovës se ndjekja e këtyre shitësve nuk është në kompetencën e tyre. Zëdhënësi i policisë Brahim Sadria tha përmes telefonit se policia mund të reagojë vetëm në rast se ankohet ndonjë qytetar lidhur me çmimet ose në rast të falsifikimit të biletave zyrtare.